Kush është më i lodhën? Punëtorët e sektorit privat a punëtorët e sektorit publik? Njëri thotë unë po punoj ton kohën, po s'po vlerësohet puna, s'po ma den kërkosh çdo ditë është monotone, baja çona në mëngjes, shkoj punë pa lidhje. Tjetri thotë unë po punoj po kputna, po kujt nuk po janin. As nuk më respektohet rroga, as festat, as nuk e di kur kanë më mçit prej pune, plot punojnë pa kontratë e kështu me radhë. Të dytë janë të lodhën, po kush është më i lodhën? Për me fol bashkë për këtë temë, sot e kom thirr njërin prej shokëve të mi më të mirë, Doktor Shpatin, i cili është doktor i mjekësisë, edhe kena me diskutuar që temë po prej këndvështrimit mjekësor, psikologjik e kështu me radhë. Shpat mirë se jeve. Mirë se ju gjej, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit edhe ti që ke pranuar me ardh. Domethënë pyetja është e njëjta, kush është më i lodhur? Kush ka burnout më shumë? Çfarë po ta merr mendja? Atëherë, për me jep përgjigje, lidhëm të sindroma e cila është e njohur në kohë moderne, faktikisht sindrom që e njohur prej viteve të 70-të të shekullit kalum, është sindroma burnout e cila lidhet me lodhjen që shkaktohet tek punëtorët. Qoftë tek punëtorët e sektorit privat, qoftë tek punëtorët e sektorit publik. Do të thonë lodhje. Fiks është lodhje, do me thonë është harxhim emocional, harxhim psiqik, harxhim fizik. E pse është sindrom? Është sindrom për shkak se është një kompleks, jo një simptome vetme, është një diçka që manifestohet me një trias, e ai trias karakterizohet spari me shterjen emocionale, fizike dhe psiqike, s'dyti me depersonalizëm, për me kuptu krejt çka është ky depersonalizmi, është ai momenti kur humb ndjenja e empatisë mes njerëzve, humb ndjenja e mirëkuptimit. Do të thonë një person që ka burnout nuk ka ne fal lidhje emocionale me tjerët. Fiks do me thonë humb lidhja emocionale. Faktikisht, kjo ka edhe ngjall edhe tema diskutimi, disa mendojnë që humb lidhja emocionale me komplet botën për rreth, po nashta për kufizimi më i mirë është që humb empatia me aspektin e punës, me aspektin me faktorin që e ka çu deri tek stresi. Edhe pika e tretë e triasit që më të pas sqaru është ulja e kënaqësisë kur arrihen gjonat në punë, kur arrihet një sukses, ulja e kënaqësisë, ulja e vlerësimit personal. Atëherë tash kush lodhet më shumë, a lodhet sektori privat, a lodhet sektori publik, nëse e marrim në aspektin e sindromës burnout, unë mendoj që përgjigjja e shkurt kish me qenë sektori privat, edhe pse kjo nuk është një përgjigje që mundet me u jep shumë lehtë, për shkak se secila i ka sfidat e veta. Pse mendon ti që privati? Përderisa për me tregu pse privati nalëm te publiku, përderisa sektori publik karakterizohet me një autonomi pak më të madhe, me një autonomi do me thonë me një kontroll pak më të madh secilit person, po kemi pagesë më të vogël, zakonisht është fjala tek shumica e profesioneve nëse flasim nivel botror, jo nivel të shtetit tonë. Ndërsa tek sektori privat, ndoshta pagesa mundet me u arrit më e madhe, po ndjenja e autonomisë është shumë e zvoglume. Çka është kjo autonomia që jena tu e përmend edhe kjo ndjenja e kontrollit? Që të më fal që po ndërhyj, po ti po thu që këta që punojnë në sektorin publik kanë autonomi pak më pak. Kanë autonomi pak më shumë. Kanë autonomi më shumë. Po unë çto nuk më pajtu veç për një arsye. Sepse për shembull, nëse nalmi edhe e këshyrim Kosovën. Kosova është një shtet ku na e dina në shumicën e herave që ka funksionuar. Njerëzit janë punësuar, domethënë me të njafshëm ti ke hiç aty edhe ti e ke pas një kontratë, po kur nuk e ke ditë nëse çajo punë në një është për ty e në dy nëse kanë më të majtë, sepse nëse ti ke him punë me të njafshëm, çashtu edhe mundesh me dalë. Tash ke çështja autonomisë, sa mendon ti që është e reale? Jo, faktikisht çështja e autonomisë të sektorit publik është shumë reale, jo vetëm në shtetin tonë, po edhe në shtetet përreth. Për shkak se çështja e autonomisë, spari për me shpjegu autonominë, domethënë është ndjenja e kontrollit që e ka punëtori në punë, ndjenja e kontrollit për punën që e realizon. Atëherë në sektorin publik, ndonse ekziston hierarkia, qysh zbatohen urdhrat, prap kjo hierarki është shumë më pak e zbatueshme në praktikë sesa në teori qysh funksionon. Tek sektori privat, ndjenja e vetë kontrollit, ndjenja e autonomisë është shumë më e zvoglume. Punëtori do me thonë zakonisht kontrollohet prej menaxherit, kontrollohet prej shefit, kontrollohet prej punëdhënësit tij. Jo prej dëshirave ti që shka me u realizu një punë të caktuar. Privat. Për çfarë arsye po? Për çfarë arsye sektori privat e ka një dozë pak më të lartë të sindromës burnout sesa sektori publik. Po për shembull, nëse ishim nalë që të edhe kishim thonë, në sektorin publik, ti po thu që do me thonë në sektorin privat është një farë përgjegjësie më e madhe, në publik nuk është.
unë e menoj që në publik, nashta nuk është bashkë që kjo llogaridhënia që ka që madhe sa është në sektorin privat, po presioni është shumë më i madh. Sepse për shembull, veç llogarit e kështu. Dikush që punon në sektorin publik, vazhdimisht ka nevojë me dhënë llogari krejtëve për punët e veta. Unë si punëtor, domethënë, vazhdimisht jam në presion për 700.000 vetave të tjerë, çka ka me bëu, çish ka me kalu ditën, edhe nëse një herë më shohin të dal me pi një kafe, dikush ka mua ankun mua, edhe nëse e bëj punën shumë mirë, domethënë tjerë kanë më bëu presion, përderisa në sektorin privat ti nuk e ki që të llogaridhënie. Domethënë ti kemi dhënë llogari shefit ose menaxherit, po kërkojnë nuk janë për punën tënde. A mendon që kjo kontribon? E kuptueshme është kjo pjesë për shkak se sindroma burnout edhe në sektorin publik është në përqindje shumë lart. Konsiderohet që në përgjithësi në gjitha llojet e profesioneve është prej 60 deri në 80%, dallon prej vendit, dallon prej shtetit, dallon edhe prej politikave të punës që ekzistojnë pa marrë parasysh në cilin vend. Asnjëherë nuk nisëm prej parimit që në sektor publik nuk ka sindrom burnout. Sektori publik i ka sfidat e veta të pakrahasueshme me sektorin privat. Por nëse nalim në aspekt përgjithshëm, atëherë sektori privat e ka tendencë me kalu një përqindje pak më të lartë të sindromës burnout, për shkak që e përmenëm prej në fillim autonomisë më të vogël. A mendon që për shembull te sektori privat ndikon edhe që kjo pasiguria në punë, se për shembull ta jap kontratën po të Fiks, mas pas në ditë del. Ajo është njëna prej arsyeve ndoshta edhe më të mëdha. Arsyeja tjetër te sektori privat që sindroma burnout është pak më e shprehur, është sepse shumë herë vlerësohet më shumë aspekti kuantitativ se sa aspekti kualitativ i punës që kryhet, edhe pse kjo është problematike edhe e sektorit publik, ku pagesat janë pak a shumë të njëjta, pa marrë parasysh kualitetit punës. Kështu që normal që sindroma burnout është i prek pa marrë parasysh cilin punëtor. Domethënë përqindja shumë e lartë, po flasim për një shumicë dërmuese. Nuk po për një shumicë absolute thonë më mirë, nuk po flasim për një përqindje 50% ose nën 50%, po një përqindje që arrin deri në 80% janë të prekur nga sindroma burnout. 80%. 80%, shumicën e shteteve, sidomos sindroma burnout prek gjithë punonjësit. E dy sektoret cilat janë më të prekura prej sindromës burnout janë punonjësit shëndetësor edhe mësimdhënësit. Ndonë se kjo mundet me pas pak a shumë kontradikta dhe mos pajtime të shumë njerëz, faktikisht sindroma burnout për herë të parë është zbulu edhe është trajtu si fenomen të punonjësit shëndetësor. Pra, në vitet e 70-të shekullit kalum për herë të parë është vrejtë punonjësit shëndetësor. Tutje është vrejtë që është fenomen i pranishëm edhe tek sektore tjera, te sektori privat gjithashtu që tash po flasim që ka një nivel nashta pak më të lartë të sindromës burnout. Po, për shembull nëse kishim në aspektin fiziologjik. Na e dim që njëri prej shkaktarëve dhe tash që njihet për shembull për burnoutin është niveli i lartë i kortizolit. Kur ti je në stres të vazhdueshëm, trupi prodhon vazhdimisht kortizol. Që ky kortizol masnej i ndikon disa struktura në tru, në korteks prefrontal të njësh më i lodhur. Për shembull, ti je punëtor i sektorit privat. Për shembull, që një rast interesant. Unë kam një shoqë që ka punuar me një kompani, domethënë s'po du me përmend emrin edhe pse kisha dashur shumë, për shkak se domethënë mënyra që i trajtojnë punëtorët është e mërshme, po nuk po e përmeni për hir të korrekcisë, po ajo më thotë që ma mirë të kisha nejt pa hëngër bukë, se sa me vazhdu me punu që aty, edhe pse i kom pas kushte tepër keq, po ma mirë të kisha preferu me shku në shtëpi edhe nashta mës me hëngër 3 ditë se me punu që aty. Kushtet e punës janë konë të mërshme, presioni prej shefit u konë i të mërshëm, nuk tu ka respektu kur gjast, ka vetë kërkush kur gjoas, ke punu do me thonë me orare pa orare, nuk tu ka respektu as pushimi, as do me thonë nuk tu ka pagu ekstra puna. Do me thonë, sa njerëz tash e vujnë që ta nuk kanë zgjidhje. Edhe a menën ti që kjo do me thonë është faktor që ndikon në burnout? Pikërisht është faktor që ndikon burnout se sindroma burnout është sindrom psikofiziologjike si pasojë e stresit vazhdueshëm. Tash me marr këtë fjali dhe me zbërthy për me kuptu secili prej nesh edhe secili që mundet me dëgju këtë pjesë. Psikofiziologjike pe prej psiqikën edhe aspektin fizik. Nalëm te pjesa e stresit vazhdueshëm. Çka është stresi? Stresi është një gjendje ku trupi përgatitet për një rrezik të mundshëm, është një para përgatitje. E përmende kortizolin si hormoni kryesor i stresit. Atëherë çka ndodh? Nëse e përmendëm ka aspekti organik, se për me kuptu sindromën burnout, vlen me cek edhe secili me kuptu që nuk po flasim për diçka najr, nuk po flasim për diçka që nuk preket, nuk shihet me analiza, është një smundje që ka ndryshime edhe organike. Në momentin, te marrëm rastin konkret, një punonjës, qoftë i sektorit privat, qoftë i sektorit publik,
përballet me një gjendje të stresit vazhdueshëm. Atëherë, hipotalamusi i tij që na e lidh sistemin nervor, ka i merr ndijimet komplet, liron ka tendenca me liru hormone që e nxisin hipofizën, e prej hipofizës gjandrat mbi veshkore që me u prodhu kortizoli. Do me thonë shkon një farendi prej sistemit nervor që e percepton si ndjesi mjedisin stresogen që ekziston në punë, edhe pastaj organ pas organi, duke u prodhu hormonet, vjen deri te kortizoli. Kortizoli na mon në gjendje rreziku, në gjendje gatishmërie. Do të thonë, kur kena kortizol shumë jena në gjendje gatishmërie. Në gjendje gatishmërie. Faktikisht kjo është njëri prej mekanizmave më të mirë të evolucionit që na kena mujt me mbijetu deri sot. Po shtrohet pyetja, a është mënyra më e mirë që me shfrytzu na këtë mekanizëm për strese në punë, për strese cilat nuk na e kufizojnë jetën tonë praktikisht, cilat nuk na e rrezikojnë direkt jetën tonë. Atëherë unë mendoj që përgjigjja është që në gjitha momentet kur përballesh me një situatë ku shëndeti është një në anë edhe puna në anën tjetër, gjithmonë duhet me zgjedh shëndetin. Me shëndet mundesh me ndru edhe karrierën, edhe unë besoj që është shumë mirë me ndru karrierën sesa me qëndru me një punë e cila të lodh emocionalisht, fizikisht edhe psiqikisht. Po, për shembull, që unë e kam një kundër argument kështu. Për shembull, unë çka mendoj që është një shkaktar shumë i rëndësishëm i sindromit burnout te punëtorët e sektorit publik, është fakti që ata sillen si robota. Dyqysh, një punëtor që punon në komunë, po supozoj, çdo ditë e jetës ti është e njëjtë. Që është në mëngjes, në ora 8, kime shku në punë, kime ja nis me marrë letra, kime pranu palë, kime ja kry dikujt një letër, kime ja dhonë, çdo ditë është i njëjti sen. Mas nej, një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është sistemi i pagave. Për shembull, në Kosovë sistemi i pagave është i tmerrshëm. Kur kisha dashur me ndërprerë kjo pjesa që the që përsëritet vazhdimisht puna çdo ditë. Çdo ditë është puna e njëjtë. Faktikisht përsëritja është faktori kryesor që e minimizon stresin kronik. Do me thonë që nëse kryen aktivitetet përsëritura, atëherë stresi kronik ka tendencë gjithmonë me zbrit. Për shkak se organizmi e ndjen veten në një mjedis të njofshëm, e ndjen veten në një mjedis familjar, nëse është në punë, është tu e kry gjithmonë punën e njëjtë. Duhet me pas qartë, do me thonë që sindroma burnout nuk vjen prej orarit gjatë, nuk vjen prej ngarkesës në punë, vjen prej humbjes të kontrollit. E humbje të kontrollit, personat që kryejnë punë vazhdimisht njëjta, që përsëriten, nuk kanë qysh me humb kontrollin për shkak se kryhet e njëjta procedurë prej fillimit deri në fund. Për çat arsye mundet me u bë edhe kjo diferenca mes sektorëve, edhe pse prap asnjëherë nuk bën me minimizu faktin e sindromit burnout në sektorin publik. Po çka dashta me thonë është që pse unë mendoj që mundet me pas një impakt, është se në një është monotonia e jashtëzakonshme. Do të thonë çdo ditë për një punëtor të sektorit publik është e njëjtë. Qosh një mëngjes, kime kry qatë punë, kime prit palë qaq. E dyta është mungesa e pagesës. Kosova është një ndër vendet e vetme që funksionon me sistem mesjetar të pagesës. Ky sistemi që të gjithë do të më pagu në formë të barabartë, unë mendoj që është shumë kriminalistik. Sepse nëse unë e kry punë shumë ma shumë se ti, edhe pse punojnë atë njëjtën punë, e ti paguash njëjtësione, ku ka me pas unë vullnet mas nej me shku në punë, ku ka me pas vullneton me pru inovacion. Tash edhe kur ka mungesë të inovacionit, kur ka mungesë të stimulimit, kur ka mungesë të ndryshueshmërisë në punë, unë mendoj që krejt çdo faktore ngjallën një farë stresi, edhe pse jo të vetëdijshëm. Çto jetë dol te pika tjetër e sindromës burnout, ku pa marrë parasysh në sektor publik, në sektor privat, kena dy persona që shpërblehen njëjtë për punë ndryshme. Përderisa njëri mundet me qenë shumë i përkushtuar dhe me kry punë kualitative, tjetri person e kryen veç aspektin kuantitativ, e kompleton punën e vet, jo që ka ndaj farë mundimi ekstra. E tash, sindroma burnout vjen në atë moment kur një person e pret që shpërblimin nuk është përkitazim me mundimin që e ka bë për punën me kry. Është interesant ajo ndjenja të secila punë që na jepet qoftë neve si individ, qoftë profesionistave të lëmive ndryshme. Njëherë është ndjenja e kënaqësisë e vetëpërmbushjes që kime mrri me kry diçka ndoshta që dikush tjetër nuk ka arrit me kry. Pastaj vjen pjesa tjetër e stresit, që lidhet me aspektin se ai i aftë me përfundu punën që veç se je zotu me përfundu. E tash në momentin që komplet stresin edhe krejt angazhimin psiqik e fizik e bën për me kry qatë punë deri në fund,
edhe në fund shpërblimi nuk pason edhe nuk është i njëjtë faktikisht, nuk është përkitaze me punën që e ke realizu. Normal që këtu krejt na quajnë te sindroma burnout. Për shkak se te faza e dytë, do me thonë faza e parë ndjenja e kënaqësisë kur ne marrim një punë me kry diçka. Faza e dytë ndjenja e stresit, se pa stres na nuk mundem me kry kurrë. Normal, stresi ka dhe benefite. Tash që kjo faza e dytë nëse vazhdon, edhe pasuhet me fazën e tretë të mos shpërblimit, atëherë niveli i kortizolit nuk ka tendenca me ra, po ka tendenca me u rrit hala. E masnej kortizoli faktikisht, për me fol për efektet e dëmshme, është një gomë shumë e gjomë faktikisht që nuk mundem edhe me përfshi direkt e sindroma burnout. Po një pikë për shembull që njerëzit nuk e kuptojnë edhe që kisha dash krejt me kuptu është për shembull kjo çështja e stresit. Njerëzit mendojnë që stresi gjithmonë është i keq. Në fakt jo. Stresi si mekanizëm biologjik. Stresi është arsye pse unë edhe ti sot ekzistojnë. Stresi është arsye pse në momentin kur ne e kalojna rrugën, jena sigurt për me kalu paraprakisht. Jo, do me thonë është mekanizëm mbijetese biologjik, është kriju për minimu organizmit me mbjetu. E masnej stresi i zgjatun, kur del jashtë kontrollit edhe s'mundet mu menaxhu, çatëherë bëhet stresi i keq. Çatëherë fillon me dalë efekte. Edhe ti besoj që e den edhe në praktikën klinike, po e di edhe unë që njerëzit kur vinë aden edhe thonë po kam, unë po kam stres edhe po tu më ma hek krejt stresin. Unë mendoj që edhe ankthi nuk mundesh m'ia hek edhe nuk duhet m'ia hek dikujt krejt. Për shembull ankthi u ndihmon njerëzve me u bë dhe më perfeksionist në punë. Nëse dikush ka pak ankth, nëse ti s'ki kur fare ankthi. Të perfeksionizmi. Perfeksionizmi është shkaktari tjetër pse na çon te sindroma burnout. Shkaktar që nuk lidhet as me profesionin, as me punën, as me punëdhënësin, as me shefin, po lidhet kryekput me personalitetin e një personi. Nëse një person ka tendenca me qenë perfeksionist, atëherë është një hap larg sindromës burnout. Po, se unë mendoj që perfeksionizmi edhe e harxhon njeriu shpejt, sepse na nuk jena qenie perfekte. Asnjëri prej neve nuk mundet me qenë perfekt shumë krejt kohën. Njerëzit për shembull kërkojnë, unë mendoj që çikja mas nej ndikon po ashtu goxha shumë në punë, për shkak se nëse ti quhesh çdo mëngjes edhe nisesh me idenë që okay, sot kam i bë të lumtur, sot kanë më kanë krejt të kënaqur me mua, do të thonë, unë mendoj që jetu i kriju vetës pritshmëri të jashtëzakonshme që kanë të kthy bumerang. E pa arritshme, edhe mas nej krejt kjo na çon te kjo sindroma burnout që jena tu e diskutu. Perfeksionizmi, aspekti personal, aspekti profesional e diskutuar deri tash. Këto janë dy shtyllat kryesore pse një person mundet me ardh deri te sindroma burnout. Dy rrugë kryesore. E më e keqja është kur këto dy rrugë kryqëzohen, atëherë gjasat për me ardh deri te sindroma burnout janë të sigurta. Kur po flasim për sindromën burnout, duhet me cek edhe me kuptu çdo njeri që sindroma burnout nuk është ato momente kur ne ndihemi të lodhur nga puna, edhe pas një vikendi jemi prapë të mbushur me energji, nuk kemi probleme të javës të kaluar. Sindroma burnout nuk kalon me pushim një ditor, nuk kalon me pushim 2 ditor. Sindroma burnout është diçka që zgjat, madje trajtimi i sindromës burnout mundet me zgjat me javë, mundet me zgjat me muaj, e në disa raste mundet me zgjat edhe me vite. E në rastin më të keq edhe me ndryshim karriere për shkak se mundën asnjëna prej mosave mos me funksionu. Po për shembull shumë e vërtetë që e the, domethënë po është edhe një çështje tjetër pse unë mendoj që na e kena një far burnouti të tmerrshëm në popull. Na në popullin ton funksionojna me një far parimi që quhet parimi i Na funksionojna me këtë idenë që hajtë se për shembull ti je profesor, ke punu në arsim 40 e diçka vjet, po vjen një periudhë nashta kur i bën 50 vjet, nashta kur i bën 55 që shkatërrohen nervat, nuk mundesh më marr me nxënësa, të pengon zhurma aty në lodhesh. Edhe unë mendoj që pikërisht atëherë është koha ku nashta ti dush me dalë në pension ose më anis një karrierë të re, po shteti do të me konë goxha i saktën që to do të me kriju borde profesionale. Kjo mundet me qenë njëna për formave që vjen të sindroma burnout, po jo patjetër. Nuk mundu me lidh gjithmonë aspektin profesional, aspektin se dikush mundet me qenë ma pak i frytshëm profesionalisht me sindromën burnout. Sindroma burnout është atëherë do me thonë kur na shterrohemi në gjitha aspektet, edhe fizik, edhe psiqik, edhe emocional. Vlen me u cek që sindroma burnout lidhet kryekput me punën. Kjo është njëna prej ndryshimeve me depresionin. Depresioni përderisa është shumë dimensional, i prek gjitha sferat e jetës një personi, sindroma burnout lidhet kryekput me punën ose me një faktur tjetër stresogjen ngjashëm me punën, jo me objekte ndryshme, jo me dimensione ndryshme. Por tash llogaritë ti për shembull çajo situata e ngjashme me profesorin. Tash ti kur ti detyrohesh me shku në punë, edhe pse je shumë i lodhur, edhe dush detyrohesh me një zhurmat e nxënësave, studentave, bla bla bla, por në të njëjtën kohë ki obligim sepse ti dush me mbietu, secili njeri e ka një familje që duhet me çu parë të shtëpia, duhet me çu buk, ty shteti nuk ta mundson me u pensionu
pak më herët kur është e nevojshme, ose tenaç e besa dhe nuk njihet si sindrom. Hiç njerëzit e kanë hala probleme me identifiku çka është logja profesionale. Faktikisht kjo është problematika më e madhe për shkak se në protokolle mjekësore prej vitit 2019 ekziston i futur si në kategoritë të smundjeve, në kategoritë sindromave. Prapë se prapë shumë persona kanë tendenca edhe me vun pikpyetje ekzistencën e sindromës burnout. Ndonse na veç se trajtum që tash çështjen çysh funksionon edhe në aspektin hormonal. Është interesant edhe çysh i prek pjesë të ndryshme të sistemit nervor. Për shembull, korteksin prefrontal e inhibon sindroma burnout. Tash korteksi kur shkojnë te korteksi prefrontal edhe te aspekti mësimdhënies, na dalëm te një temë mjaft interesante, te nxënësat, sidomos te nxënësat e shkollave të mesme. Atëherë mundet me u parashtru një pyetje të secilin mendjen e juve, a kanë sindrom burnout nxënësat e shkollës të mesme? Përgjigjja e thjeshtë është po, përgjigjja e gjatë edhe pyetja që parashtrohet tash, a munden me pas nxënësat e shkollës të mesme sindrom burnout më shumë se sa punëtor të cilës do kategori. Atëherë është një fakt interesant se korteksi prefrontal të nxënësat është më pak i zhvilluar për shkak të moshës. Vish çfarë çka është për publikun korteksi prefrontal atëherë është pjesa e përparme e sistemit nervor qendror, është pjesa e lobit frontal, e cila merret kryesisht me aspektet e vullnetshme që na i kryjnë në jetën tonë. Me gjithçka vullnetshme që na e realizojnë lidhet me korteksin prefrontal. Kryesisht korteksi prefrontal ka edhe një aspekt inhibimin, ndalesën mos me kry disa veprime veç pse neve na japin kënaqësi. Që kjo faktikisht është pika në evolucion që na dallon neve prej gjitha qenieve tjera. Secila qenie tjetër ka tru, por nuk e ka korteksin prefrontal zhvillum, që me ndalu veten prej disa ngjarjeve ndryshme. Të kthehem tash te temat e nxënësat e shkollës mesme. Për shkak të moshës është më pak i zhvilluar, kjo kuptohet në aspektin biologjik. Secili prej neve kuptojnë atë që trupi një nxënësi edhe i një fëmije që është në rritje ka shumë hormone stresit. Gjandra mbiveshkore punon në maksimumin. Pse? Për shkak edhe të hormonit rritjes që prodhohet nga gjandra mbiveshkore. E njëkohësisht edhe kortizoli. Tash nëse e marrim parasysh korteksi prefrontal më pak i zhvilluar, kortizoli më i lartë në nxënësat e shkollës mesme. A dalim në një përfundim që nxënësat e shkollës mesme kanë ma shumë gjasa me pas sindrom burnout se sa punojnësi shëndetësor, qysh po mendon që mundet me qenë kjo aspekt? Po, çështja është shumë diskutabile. Për shembull, nëse flasim për gjeneratat e sotme, edhe mendoj që po, sepse kanë qatë shumë faktorë ndaj të cilëve ndikohen gjeneratat moderne, saqë ti për shembull vetë jep mësim edhe ti e ke pa vetveti ju sot sa e vështirë është me ja marrë vëmendjen. Është tepër e vështirë për shembull ti je edhe në rrjete sociale, niveli i vëmendjes karaj është zakonisht shumë. Njerëzit e kanë shumë të vështirë me kontrollu vëmendjen për një periudhë shumë të gjatë, sepse unë mendoj që rrjetet sociale neve na kanë shkatërruar. Na kanë shkatërruar komplet strukturën funksionale të trunit tonë. Tash të lidhëm edhe te kjo pjesë. Do me thonë, na po ndërlidhëm edhe pe kuptojna që trupi një nxënësi, trupi një fëmije pa marrë parasysh prej moshës është në gjendje të zgjume, gjithmonë në gjendje të stresit. Edhe kjo është shkak pse vëmendja ik. Po përgjigjja jonë më të lidhur me sindromën burnout, ndonse me këto fakte që na i dham deri tash, vjen një përgjigje e rrjedhshme që po, janë më të prirë ndaj sindromës burnout, po statistikat na e tregojnë të kundërtën. Tregojnë që vetëm 30% e nxënësave të shkollës mesme janë të prekur nga sindroma burnout, përderisa punonjësit e cilës do kategori, qysh e përmendëm fillim, prej 60 deri në 80% varësisht prej vendit. E qysh me arsyetu na që të dallim në statistik edhe në aspektin biologjik që po na bin kontradikt njëna me tjetrën. Arsyetimi më i mirë është me një fjalë të vetme, shpresa. Përderisa tek adoleshent, edhe tek nxënësat, te fëmijët në përgjithësi, shpresa gjithmonë është nivele më të larta se sa te punëtorët e kategorive të ndryshme. Do të kanë shpresë më shumë. Pikërisht, edhe shpresa është ajo pika që nuk i lejon me pikëspari ndjenja e vetë kontrollit, që edhe ndjenja e kontrollit e autonomisë është më e ulën te nxënësat për shkak se kanë më pak kompetenca se sa një person i rritur. Presion kanë më pak. Pikërisht, edhe kjo është një aspekt tjetër pse neve mundet me na shty me menu që nxënësat me qenë më të prirur ndaj sindromës burnout. Po shpresa që nuk ka me vazhdu gjithmonë gjendja e njëjtë, është diçka që punonjësit i paraprin më shumë ndaj sindromës burnout. Një punëtor i moshës 25 vjeçare, nëse është i profilizuar në një fushë caktuar, nëse mendon logjikisht e kupton që deri në moshën 65 vjeçare ka me qenë i profilizuar po në të njëjtën fushë. Atëherë 4 dekada janë të mëdha me qëndru të njëjtën fushë.
e shpresa është shumë e vogël që diçka mundet me ndrru. Po, pikërisht po është edhe e logjikshme se të nëse pra, do me thonë ti si nxënës i shkollës mesme ti e din, sot e ke nisë shkollën e mesme, mas 3 vjet e ki me përfunduar dhe tani ki me gjetë një punë. Është diçka e ndryshme. Pikërisht, po një mjek për derisa është në profesion ai e din që derisa të pensionohet e bilet e na dhe masi që të pensionohesh ti dush me punu për me mujt me mbjetu. E tash a din, po tash llogaritë për shembull nëse e tërheqim një paralele tjetër. Për shembull nëse e marrim çështjen e mërgjimtarëve. Nëse e për shembull, a mendon ti që më shumë kanë burnout mërgjimtarët, a kanë më shumë burnout shqiptarë që jetojnë në Kosovë, në Shqipëri? Çka ta mendon? Është një përgjigje jo e lehtë me u përgjigje dhe shumë e vështirë me tregu një përqindje e cili mundet me qenë me sindrom burnout më i prim. Logjikisht. Po. Atëherë logjikisht mundet me na shku me njëherë mendja të mërgjimtarët për shkak të faktit që nuk janë vendin e njëjtë, nuk janë vendin e vet, janë disa rrethona më të ndryshme se sa të njëjtit që gjenden brenda vendin tonë, po faktikisht është përgjigje shumë e ndërlikuar për shkak se streset edhe ngarkesat e ndryshme që mundet me u përballë një mërgjimtar, po me ngarkesat njëjta të intensitetit njëjtë mundet me u përballë edhe një vendas. Për atë arsye është kogja problematik me u profilizu edhe me tregu se cili mundet me qenë më i paraprim ndaj sindromit burnout. Kjo mundet me u lidhë edhe me një aspekt. E përmenda në fillim që 60 deri në 80%, po e stërpërmendim këtë fakt për shkak se 60 deri në 80% edhe njëherë është një shumicë absolute e personave që kanë sindrom, që kanë pas sindrom burnout. Tham fillim që varet prej cilit vend jetojmë, qysh është e organizuar jeta. Atëherë, një fakt e përmendëm që mërgjimtarët janë larg vendit vetë dhe munden me qenë më të paraprim për sindromin burnout për shkak se munden me pas më pak autonomi. Po është edhe aspekti tjetër që munden me qenë punë më mirë të profilizume në vende tjera, edhe vendast me qenë në këtë aspekt më të prekur nga sindroma burnout. Për çfarë arsye, secila i ka përparësitë dhe mangësitë e veta. E vërtet, po ti e përmendën një seri interesant. Tha që arsyeja kryesore pse njerëzit e shtyjnë ose e zgjasin mosmarrjen e sindromës burnout është që kanë shpresë. Tash një qytetar i Kosovës shohet një mëngjes edhe don me lyp punë, don me him punë dikon. Nashta problemi kryesor është që kjo mungesa e parës edhe mungesa e punës. Po ti prapë e ke shpresën që nëse gjem punë ki me gjetë në vendin tën, në të ki ku me u kthy edhe nëse nihesh keq. Po tash e marrim paralelen e një mërgjimtari, i cili çohet çdo mëngjes, dush me u thon ashta 2-3 orë për me shku deri në punë, me punu vetë 11 orë, tani mu kthy edhe për çka të bjen për çka të bjen mend në momentin që kthehesh. Je çast i lodhën edhe i stresuar sa që ke çka mundesh me bësh me ra me flajt. Për shembull, mu çka po më ndodh kohë fundit, e njëjta në farforme e curi është edhe vendin tonë, sidomos në çdo vjet që po jetojna, ndoshta në një periudhë para 1 dekade, 2 dekade ka mujt me qenë ndryshme. Tash është kogja një paralele e ngjashme me mënyrën që jetojnë ana këtu sot, edhe mënyrën që jetojnë njerëzit jashtë, jo vetëm mërgjimtarët, po edhe njerëz të nacionaliteteve tjera. Po e kam fjalën tash para menat ti, nëse ty si mërgjimtar të ndodh diçka e keqe. Edhe çaja e keqe për shembull përsëritet se mu që më ka ra me diskutu me kitë njerëzit që i një, në momentin që kanë shku do me thonë jashtë shtetit, sepse në Kosovë para se mu liberalizu vizat të kona jo ideja që o visht buona, edhe visht liberalizone të shka jashtë. Në momentin që kanë shku jashtë, kur u këta ishin të ishin adin kena marrë bilet për 2 javë, po si jënë bo 5 dit na u kanë dok shumë. Sepse nuk e ke pas kërkën me cilin ti ke mujt me dal me bu një muhabet, nuk e ke pas kërkën i cili nashta bre, a di bre vish kur të folë shqep dikush pak më ndryshe. Po, është edhe te aspekti i përshtatshmërisë që është edhe një aspekt evolutiv. Faktikisht është mirë edhe është me u krenu se cili person që është përshtat një substrat tjetër, jo në vendin e vetë, për shkak se shumë e vështirë me u largu prej komoditetit përditshëm, ndonse komoditeti i përditshëm mundet me qenë shumë më i keq se sa një jetë që mundet me prit në të ardhmen. Për çfarë arsye edhe një herë e përmenda sindroma burnout nëse e marrim një paralele mes punëtorëve në Republikën e Kosovës, në Republikën e Shqipërisë edhe punëtorëve në vende tjera, mërgjimtarëve në rastin tonë, prapë se prapë është kogja problematike me vendos me përqindje se cilët janë më të prirë ndaj sindromës burnout. Normal, po unë po du me thonë që për shembull nëse e këshyrim shëndetin, bashkë në çet kontekstin që shihet biopsikosocial, se shëndeti sot nuk nënkupton vetëm mungesën e sëmundjes, se në shëndet ndikojnë shumë faktorë, edhe nëse ti s'ki para ki me kon mirë. Pikërisht, shëndeti edhe definicioni i shëndetit lidhet me mirëqenien sociale, psiqike dhe fizike edhe emocionale të një personi. Jo vetëm me mungesën e sëmundjes. Po, e tash do me thonë nëse ti i thu dikojna që okay,
Unë po shkoj jashtë për me pas një jetë me komoditet. Po a është për një me që ajo jetë me komoditet? Sepse ti nëse shkon edhe jeton diku jashtë, nështë pare ki me pas më shumë, me vërtet. Po në anën tjetër, krejt që to aspekti social i jetës ka më të mungu. Tash nëse ti qohë çdo ditë, shkon në punë, po jo prej dëshirës, po prej zorit. Domethënë, edhe ton kohën, nëse i pyet mërgjimtarët, krejt e kanë të njëjtën dëshirë. Domethënë, krejt thojnë vicat plaknat pensionona ku mu kthy në Kosovë. Po tash që to është problemi. Në një jeta nuk i është premtu kërkujt. Kërkush nuk e di nëse ka me prit pleqëri nëse jo. Edhe në ndë, aja vlen me jetu një jetë që në të cilën ti çdo ditë ki me prit të nesërmën e që e nesërmja s'dje ta vjen kurr. Po tash dosh me këshirë edhe anën tjetër. Kërkush nuk e bën pi qefit, e bën prej zorit. Kjo që po e përmend tash është edhe njëna prej mekanizmave mbrojtës të organizmit ndaj sindromës burnout. E përmendëm që në sindromën burnout janë më pak të prim personat që jetojnë mjedise që janë njohshme, secilën ditë kryet puna e njëjtë, mjedisi është i njohshëm, janë më afër aspektit familjar, jo në familjen kuptimin e parë, po janë më afër gjonave që përsëriten gjithmonë. E përmendis që pak a shumë ëndra e secilit mërgjimtar është kthimi në Kosovë pas disa viteve pas arritjes një stabiliteti. Atëherë kjo është tendencë e organizmit tyne për me ikë prej sindromës burnout, me u kthy në gjana që trupi edhe truni tyne i njeh më mirë edhe i percepton më lehtë. Kjo do me thonë qysh i ka edhe trupi jonë shumë mekanizma tjerë për me realizu mbrojtjen, edhe kjo është një mekanizm tjetër. Vlen me cek që një fjalë shumë e thjesht, po me ustaza, është ajo që na përcakton mënyrën qysh na jetojna çdo ditë. Çka është homeostaza? Tendenca e një trupi, e një organizmi me majt një gjendje normale. Me ikë gjendjeve jo normale, gjendjeve abnormale. Si në rastin tonë, në rastin i mërgjimtarit, do me thonë me u kthy në vendin e vetë, në vendin ku e njeh më mirë çdo gjë. Po se që normal edhe ja ul ankthën, ja ul stresin, i sheh njerëzit që i dën, që të dojnë, që të vlerësojnë. Po tash na falem deri tash për sindromën burnout. Po unë mendoj që është vetë se e drejtë, njerëzit më u dhonë edhe pak shpresë. Se adin që thojnë anat e hadreqi, tanat i kena në këtë vend, po ka njëherë më ndoket që shpresa na mungon shumë. A ka ndaj mekanizëm që na mujna me parandalue nëse jo me trajtu sindromën burnout? Atëre, mekanizmi më i mirë që na mune me parandalu sindromën burnout është nëse na tentojna me ul ngarkesën punë edhe me vendos veten si prioritet. Po qysh me ul? Nëse vendos veten si prioritet, atëherë edhe puna ka përfitim më shumë prej teje, qoftë sektori publik, qoftë sektori privat. Edhe pse ndoshta në momentet e para mundet me u duk jo kështu. Aspekti tjetër, qysh me trajtu sindromën burnout. Sindroma burnout... Po veç pak, qysh me vendos une si qytetari i Kosovës që punojnë në sektor privat, vetëm prioritet kur shefi ma bën mu s'manin, aje i lodhën asje, aje i smut asje, pun ki me ardhë. Qaj është e rëndësishme për mu? Qysh me vendos une vetëm prioritet? Kjo është e meta faktikisht e sektorit privat dhe sektorit publik, jo veç në Republikën tonë, po në çdo republik, në çdo vend, ku është tendenca në hierarki që personi që gjendet më lart në hierarki mos me pas empati ndaj personave që gjenden më ulët në hierarki, edhe kësaj vjen edhe deri tek shterimi i tyre emocional, psiqik e fizik. Po tash qysh me realizu dhe me ik prej kësaj prej këtij cikli që faktikisht krejt çka bën është që e shtërron një person, atëherë mënyra më e mirë është edhe nëse është e nevojshme me ndru profesionin, me ndru punën, me vendos veten prioritet gjithmonë, edhe pse është shumë e dhimbshme, vendosja e vetes si prioritet nuk është diçka që ka me dëshpëru qoftë personin fjalë, qoftë edhe punëdhënësin e ardhshëm. Po që kjo problemi, unë mendoj që për qetësen do të më eduku më shumë punëdhënësit. Që kjo është problemi edhe për çat arsye ekziston përqindja prej 60 deri në 80% e personave me sindrom burnout. Është interesant edhe fakti te trajtimi i sindromës burnout që shumë persona e keq kuptojnë edhe keq interpretojnë që antidepresantët ndikojnë te sindroma burnout, që është një paradoks edhe një gjë shumë e gabuar. Qysh e përmendëm në fillim që dallon sindroma burnout me depresionin, edhe trajtimi dallon. Nuk ka me funksionu trajtimi i depresionit njësoj sikurse te sindroma burnout. Pse nuk ka me funksionu dhe pse dallojnë? Dallojnë për shkak të faktit që thamë që sindroma burnout lidhet me një pikë caktuar, përderisa depresioni është multidimensional. Ndjenja e kënaqësisë kur arrin diçka, te sindroma burnout humb vetëm në punë. Bile është një sen shumë interesant e sindroma burnout, që ka shumë studime që tregojnë se përderisa humb empatia në punë, shtohet empatia dhe ndjenja e kënaqësisë në sfera tjera të jetës.
Fikërisht. Te depresioni humbe empatia Për dhe gjithë çka. humb ndjenja e kënaqësisë për çdo gjë. Për çatë arsye pikë pari trajtimi do me thonë nuk guxon me u përzi me depresionin. Absolut. Pikë dyti do të me u kuptu që si depresioni që ashtu edhe sindroma burnout ka nevojë për pushim, po sindroma burnout ma shumë se pushimi ka nevojë për kthim të autonomisë, për ndjenjen që personi është përgjegjës për jetën e vet, nuk është thjesht një robot që ekziston në botën moderne. Po. Edhe fjalia që unë e ngrej mas shpesht është a ja vlen me shkatru të jetën tane për një punë që ka më të zëvendësu ty 2 ditë masi që dekshti. Pikërisht nuk ja vlen. Për çatë arsye gjithmonë vendoset vetja primarisht, vetja prioritet, gjona tjera rrjedhin. Është më mirë edhe për aspektin personal, edhe për aspektin shoqëror. Po tash për shembull një njeri që është na këshill që thotë, po unë do të më majt familjen, unë e punoj ndërtimtari. Unë s'kam çare pa shkum punë edhe me ditë që des, unë do të më çu paret e shtëpia. Pikërisht, Qysh me vendos veten prioritet? Mundësia me vendos veten prioritet është me tentu me i rrit ditë të pushimit. Një mënyrë ose tjetër, me gjetë mënyrën, me gjetë zgjidhjen qysh me i rrit ditë të pushimit, qysh me u largu prej përditshmërisë punës, qysh me u largu prej stresit përditshëm, edhe me tentu me ik prej perfeksionizmit. Do me thonë me u largu prej aspektit personal që na çon te sindroma burnout. Sa mendon ti që për shembull kish me ndiku nëse njerëzit edhe nuk kishin këshirë shumë rrjete sociale? Se për shembull ti nëse qosh që tash ti punon ndërtimtari, merr një rrugë 400-500 euro, dhe normal që gjasat për me pas burnout kanë me kun shumë më të ndaja. Po tani në anën tjetër kur ti e këshyr në Instagram, TikTok, njerëzit ki ty jetu me kerret shtrejta se kërkosh në rrjete sociale, nuk e paraqet jetën që ashtu që shoh për një me. A e ke pa një fotografi të vetme të njerëzve tu kajt? Kur? Kreti qesin në momentet ma të lumtura. Kjo mundet me na çu te sindroma burnout, po jo patjetër sindrom burnout. Mundet me na çu te një mbyllje personale, mundet me na çu te depresioni, po jo te sindroma burnout. Te sindroma burnout mundet me na çu në mënyrë indirekte, ku aspekti që na e shohim jetën e dikujt tjetër na nxit me qenë ma shumë të stresuar punë, edhe e shohim që po veprojna ma shumë, po paguhemi njëjtë, po vlerësohemi njëjtë. Atëherë kjo mundet me çu te sindroma burnout, po është një rrugë pak më e gjatë se sa mënyra tjera qysh arrin deri tek sindroma burnout. Po, për shembull, unë po të them se unë po flas si një qytetar i zakonshëm që i ka krejt çto probleme dhe ai thot, po, unë kur piqoj fëmijën e mi në shkollë, ata vazhdimisht po krahasohen me ata që kanë. Fëmia e mi po hjekin edhe unë normal që pa marr parasysh që jam të uni, për shembull, një kolegi jam i psikiatrisë e ka thonë një fjali që kur s'ka me harruja, bëjke meshkujt zakonisht kur thojnë kam vendos me myt vetën, të kjo është shumë e vështirë me i nal. Pse se meshkujt kanë tepër shumë presion, edhe kërkush nuk ja u den. Nuk kanë asku me shprej, edhe nëse ti një është keq në punë, edhe nëse ti jetu vdek në punë, ti prap ki me konaj që si që ka ishë shprej dosh me kesh, se krejt shpia i kanë sytë ka te. Krejt kanë me thonë, erdhë kë, qysh po reagon të dina edhe na qysh muni. E tash te një mashkull i ka keq qëto probleme, e ka dhe problemin e punës edhe shkollës edhe me qu paret e shtëpia edhe me qu harq edhe me organizu pushimet edhe gjithë qka. Tash te në një vend që nuk të ofron shumë mundësi ty se ty s'ki as ku ankohësh, se nëse ankohësh menoj që shumica e pondën zë vas nuk e din edhe bilet keshë nëse i thuja mi lodhën profesionalisht, të hajtë se je bo demel po priton. Tash çka kish me kon mesazhi jot ideal në çet situatë, çka me buni që si personi, se e përsërita që 2-3 herë pyetjen, po unë e mendoj që ka me kon shumë e nevojshme për njerëzit. Po. Çka person çka me bu? Pikë sporit, diçka që mund me lidh me një aspekt që shqyr që nuk përfshihet te sindroma burnout është aspekti vetvrasjes. Është njëna prej faktorëve që tek sindroma burnout nuk shfaqet tendenca për me jep fund jetës, se e përmendëm që lidhet stresi veç me aspektin e punës, veç me një faktor, jo me faktor multidimensional. Nuk do me thonë që një person nuk është i kënaqur nga jeta apo nuk është i kënaqur nga puna, e masneja jo normal që mundet me lodh në gjitha aspektet, po jo domosdoshmërisht me çu edhe deri tek ndjenja e marrjes jetës vetës. Po, te aspekti qysh me vepru në të ardhmen, çka me bon një punëtor mesatar i cilës do kategori, po e stërpërmendim me vendos vetën prioritet. E kjo po duket shumë ideale, si fjali, e shumë e vështirë me u realizu, po një ditë ma shumë pushimin mujt, mundet me shkaktu edhe me na ardhur deri tek një incidencë ma e ulët të sindromës burnout. Prandaj gjonat vogla, hapat vogël, hapa milimetrik, mundet me na çu deri te ndryshime kilometrike në të ardhmen. Për çatë arsye mendoj që secili me vendosë edhe një herë prioritet veten, me tentu mi rrit ditë e pushimit,
Kaq mjafton sa i përket sindromës burnout. Edhe do të më thonë njerëzve që për shembull unë kam shumë njerëz që ta kaj edhe që për shembull tash po më kujtohet një rast, një shok jam, domethënë thëjke ai punon me një kompani edhe vazhdimisht e përsërit keni historinë e njëjtë. Thëjke unë të njëjtës kompani, kur kom fillu me punu, thëjke i kam pas qarkullim 100-200 mijë euro. Tash që punoj atje, thëjke i mori 100 milion euro ose ma shumë në vetë, edhe thëjke, kur gjë nuk ka ndryshu të rroga jem në isen drastike. Në ndë thëjke vlerat që ma dhojnë ata mu si njerës, thëjke është tepër e olt, thëjke për mësë me thonë për ullëse. Në në tre, thëjke unë e mpa pik vullneti shkojnë punë. Nuk kam heq vullnet se një na keq edhe kur shkoj. Tash që ky person, nëse në njënën anë ka nevoj me qu pare të shtëpia, për në anën tjetër është i ngujum, është i ngulitun që aty edhe s'ka ku ik. A menon që kjo i hap derë depresionit të ne? Po pikrisht edhe sindroma burnout është një farforme, një pararendse e depresionit në shumicën e rasteve, edhe pse ju gjithmonë do me thonë shumë letë mundet me na qute një sindrom depresive, prej sindromës burnout me ardhë të sindroma depresive. Kjo tani varet edhe të secili individ, që she ka të organizu me jetën. E përmendëm edhe njëherë që të sindroma burnout pjesë tjera nuk është e ullën empatia, po çka nëse edhe sfera tjera tjetës që ati personi janë mjedise stresogjene, jo veç puna. Atëherë kjo mundet me na qu shumë letë deri te një sindrom depresive, e mas një sindroma depresive mundet me na qu edhe në përshkallëzime që veç i cekëm pak ma herë. Tash, dhe me thonë, na i diskutum krejt që to, munum edhe mi u do njerëz e shpresë qatë sa mojtëm, sepse edhin tash, njerëzit kanë shumë bre nevoj për shpresë, kanë shumë nevoj me një sikur ka dritë në fund të tunelit. Pikërisht do me thonë shpresa dhe një herë ke faktori vetëm pse adoleshentët kanë ma pak sindrom burnout se sa personat e rritun. Tjertë faktor krejt i bojnë adoleshentët ma të predisponum ndaj sindromës burnout, po shpresa e vetme ndaj shumë faktorëve tjerë triumfon këtë rast. Po tash tjena krejt në fund edhe e kam një pytje kështu se masi je prof, s'mëj pa ta bo këtë pytje. A është e vërtet që nxënësat po halitën shumë se sa ma herë? Jo, nuk menojnë këtë aspekt. A ka hup respekti krejt? Jo, menoj që është një formë tjetër që nxënësa sillen sot për kitazi me kohën moderne, ndryshon vit pas viti, ndryshon dekadë pas dekade, faktikisht është metodë që shpërshtaten. Edhe gjitha parimet e evolucionit lidhen me përshtatshmëri. Edhe nxënësat po përshtaten. Nuk duhet me këshyr gjithmonë fajnë veç të simptoma, po me trajtu edhe shkakun. Kush është shkaku? Se nxënësat munden me usill një formë ose tjetër. Kush është shkaku? Atëherë shkaqet janë ndryshme sot. Shkak është bota moderne që ka ndryshuar shumë edhe ndoshta prej para një dekade që vetë na kemi qenë bon ka shkollore. Për çat arsye gjithmonë jo me shiku simptomën, po me shiku shkakun. Shpat faleminderit shumë që ke ardhur. Nëse kishe mujt krejt njerëzve që janë tuna kështyr që janë me qindra mira, qa ju kështë thonë që tashtë? Cili shkon mesazhi jot? Unë kisha dashur me jep një këshill për secilin person që mundet me qenë tuna shiku, edhe për secilin profesionist shëndetësor gjithashtu për shkak se i përkasim kësaj sfere. Sigur të sindroma burnout, ashtu edhe të smundje tjera, mos tentoni asnjëherë me trajtu mos tentoni me trajtu simptomën, po tentoni me trajtu shkakun. Për shkak se simptoma, nëse trajtohet edhe zhduket, e shkaku mbetet aty simptoma ka me u rikthy ndoshta në një formë tjetër edhe më të agrevume, më të naltë. Po nëse trajtojna shkakun, atëherë të jena të sigurt që nuk kemi me pas problem më me të njëjtën problematik. Njëjtë që është edhe sindroma burnout. Nëse trajtojna shkakun, nëse trajtojna aspektin e punës edhe aspektin e ngarkesës fizike, psiqike dhe emocionale në punë, atëherë nuk kemi me pas sindrom burnout. Po nëse miremi për shembull, sindroma burnout na jep probleme me gjumë, mundet me na jep probleme me pamundësinë e pushimit, gjithashtu jep edhe kokëdhimbje dhe dhimbje trupi, se krejt në fund po lidhemi edhe te disa simptoma sindromës burnout. Nëse i trajtojna këto simptoma me terapi, për shembull kokëdhimbjen e ndalim me terapi, ashtu edhe dhimbjen e trupit, çka kemi realizuna? Kemi realizuar një ndalje të simptomave për disa ditë, eventualisht për disa orë. Prap kanë me u rikthy. Prandaj gjithmonë te secila smundje edhe te sindroma burnout të trajtojna shkakun. Shpat faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju ndër njerëz më të mëshëm që një dhe s'u po pres më tira pat. Faleminderit. E juve që jeni tona këqyr, e kam veç një mesazh. Merë një frymë thellë edhe rikujtone që kërkujna nuk janin për juve ma shumë se sa që janin vetës t'juve. Njëne, si kur jeni tu
u qu çdo mëngjes edhe munohuni me gjetë një farë motivi. Jepni vetës shpresë se besam që pa marrë parasysh sa je i lodhën, sa je i stresum, gjithmonë mundesh me gjetë dritë edhe me gjetë shpresë. Jeta është çashtu që ti zgjedh me pa. Nëse zgjedh mi pa të mirat, truni ka me të qitë veç të mira. Po bone zgjedhe mi pa të këqijat, mirë halli për ty. Faleminderit e shimin episodin tjetër.